Të patanat e javës vijnë fare në fund për ju. Kush çka bëri? Cili është videoklip i ri që doli në treg? Çka ndodhi me Dancing with the Stars në Maqedoni? E kush do bëj duet me kë? I ndjekim bashkë në vazhdim. Nuk njihet shumë për duete, por atë vetmin që solli bëri bujë në skenën tonë. Dy motra e një frer, ishte kënga e realizuar me motrën e saj Adelinën, e cila u bë hit çdo kund. Për prive, këngëtarja Zamfina Ismaili ka zbuluar se është duke bërë përsëri një duet, për të cilin ajo premton se do t'jetë shumë interesant, por duke mos i zbuluar emrin. E gjasat më të mëdha janë që motrat Ismaili të ribashkohen përsëri në muzikë. Pas suksesit në Dancing with the Stars Albania, këngëtarja nga Maqedonia Adelina Tahiri vendosi të sprovoj veten edhe në Dancing with the Stars në Maqedoni, por as këtu nuk i shkoi siç priste. Ajo u skualifikua nga gara edhe pas skandalit i cili ndodhi javën e kaluar. Për këtë largim, Adelina u arsyetua duke thënë se ajo kishte ditur më parë se do skualifikohej dhe se një shqiptar nuk do të fitonte asnjëherë në atë garë. Lufta në spektaklet në shqiptar edhe sot e kësaj dite po vazhdon. Muzikën e ka filluar si fëmijë, ndërsa vitet e fundit ajo po sjell këngë për të rritur. Është kjo këngëtarja e re Qendresa Smajli, e cila këto ditë ka realizuar klipin e saj të tretë me titull Asnjëherë. Kënga është punuar nga Zapin Krist, ndërsa klipin e ka realizuar Focus Production. Javën që lëm pas në klubin Duplex në Prishtinë është mbajtur një mbrëmje humanitare për të ndihmuar Aulon Zekën, i cili vua nga një sëmundje e rëndë. Të ftuar për të kënduar ishin MC Kresha, Nati dhe disa të tjerë. Interesimi për këtë mbrëmje pamirësie ishte shumë i vogël, ku mbrëmja u majt me shumë pak publik. Edhe pse organizimi i bërë për Naronin muaj më parë, korri mjaft sukses, kështu duke grumbulluar me mijëra euro tek Auloni, nuk ndodhi e njëjta gjë. Pjesëmarrja e saj në The Voice of Albania akuzuri vendin e dytë, siç duket e shtyri që ai të vazhdonte edhe më tej. Bëhet fjalë për Marcela Çibukaj, e cila këtë vit u bë pjesë e The Voice of Italy. Fazën e parë e kaloi me sukses, ndërsa në fazën e betejave ajo nuk vazhdoi më tej. Në anën tjetër, Elhaida Adani, e cila po ashtu është pjesë e këtij formati italian, po pëlqet jashtëzakonisht shumë. Në fazën e parë të audicioneve, ajo këndoi këngën e Jessie J, Mama Knows Best, ku i la me gojë hapur të gjithë. Në kanalin zyrtar në YouTube të këngëtares britanike Jessie J, në këngën origjinale të saj, top komentet më të mëdha janë bërë për shqiptaren Elhaida Adani dhe performancën e saj me po atë këngë. Siç duket, versioni i saj i kënduar në The Voice of Italy po pëlqejet më shumë. Reperi Capital T, i cili mori me shpejtësi famë në skenën muzikore pasi që solli disa hite, u avullua paksa nga muzika, që një kohë po përgatit projekte të mëdha e bashkëpunime, të cilave i ka ardhur koha që të publikohen. Kënga e cila pritet këto javë të dalë në treg është në bashkëpunim me MC Kreshën. Emri i këngës ende nuk është bërë publik, po në edicionit e radhës do ju sjellim më shumë detaje nga ky bashkëpunim që pritet të jetë një sukses i radhës i Capital T. Sajmir Pirgu është një ndër tenorët më të mirë në Itali, i cili është me prejardhje nga Elbasani i Shqipërisë. Talenti i tij është zbuluar nga muzikantët italianë e tash po korr sukses të madh. Disa ditë më parë, tenori i famshëm shqiptar Sajmir Pirgu ka mbajtur një koncert në Chicago të Amerikës për krahashu me emrave të njohur të muzikës klasike. Emri i tij ka marrë pjesë në shumë koncerte anë mban botës dhe që një kohë ai bashkëpunon me teatrët më të njohura në botë, si Opera Nacionale e Parisit, Royal Opera House, Metropolitan Opera New York e shumë tjera.
Me prive e Klan Kosova mund na gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube si dhe në faqen tonë në Facebook. Ka që kishim edhe për këtë edicion, mirë po ju mos u mërzitni, mos t'ja unin se unë sërish vi të shtunën e ashme. Deri në takimin tonë të radhës, natën e mirë dhe mirë ta kofshim.